Me ndeshjen Vardari Besa, që do të zhvillohet nesër me fillim në ora 16 në kompleksin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë, hapet si pari i Gjiros 29 në Ligën e Parë të futbollit vendor. Shkaku i transferimit të kësaj ndeshje nga Arena Todor Proeski në kampin stërvitor është hapja e sezonit 2025 në atletik, ku pritet të marrin pjesë atlet nga disa vende të rajonit. Sa i përket ndeshjes, duhet theksuar se rëndësi ndoshta ka edhe për skuadrën Besa e Dobërdollit, e cila lufton mbijetesën, ndërsa ekipi i Vardarit me 3 pikë zyrtare me ndeshjen me Voskasportin ka siguruar përfundimisht mbijetesën. Besa nesër ka një mision të vështirë, por edhe jo të pamundshëm, pasi me angazhim maksimal të gjithëve mund të arrijë rezultatin e dëshirueshëm. Këtë e pohoi edhe sulmuesi Remzi Faik Selmani. Do të jetë ndeshje vështirë, por ne si ekip jemi përgatitur maksimalisht dhe presim rezultat pozitiv, i cili na ndihmoi që edhe ndeshjet e radhës dalim nga kjo krizë. Sulmuesi i skuadrës nga Dobërdolli kundër Shkëndijës realizoi 2 gola dhe shpreson që edhe kundër Vardarit të jetë efikas. Pse jo, ndihem shumë mirë kur shënoj dhe ndihmoj ekipin dhe shpresoj që edhe ndeshjet e radhës, jo vetëm me Vardarin, po deri në ndeshjet e fundit që kanë ngelur, të jap sa më shumë gola dhe të ndihmoj ekipin që ngjitemi më lart në tabelë. 4 ndeshje zhvillohen të dielën si Pelisteri Tikveshi, Shkëndija Shkupi, Sileksi Struga Trimlum dhe Gosivari Rabotniçki, ndërsa përballja në Strumic, AP Brera, Voskasport do të luhet të hënën. Të gjitha ndeshjet e javës së 29 fillojnë në ora 16.